Hurma shëron këto sëmundje, ja kush duhet i konsumojë urgjent. Hurmat janë një nga frutat më të shijshëm të sezonit, padyshim të pasur me vlera ushqyese të larta. Personat anemik duhet të konsumojnë hurma sa më shpejt jetë e mundur, sepse janë një burim i shkëlqyer i hekurit, por sidomos që rekomandohet edhe gjatë pubertetit edhe te gra shtatzana. Në rast se gjatë shtatzanisë konsumojnë hurma të paktën një muaj para lindjes, do të keni më pak dhimbje gjatë procesit të lindjes, si dhe më pak komplikacione. Diçka e tillë është të vërtetuar edhe nga shkencëtarët nga Ullëntimi i Universitetit të Shkencave në Jordani. Përveç kësaj, hurma është një ndihmës shumë i mirë i elementeve pozitiv për shëndetjen e nënave pas lindjes. Hurmat ndihmojnë nënat të prodhojnë mjaftueshëm qumësht gjiri, gjithashtu edhe të parandalojnë një sër komplikacionesh. Konsumi i tyre duhet të bëhet gjithmonë brenda normës lejuar për të marrë këto përfitime.